Po në formën që shenë të publiku në vendin tonë, tash me fillimin e fushatës, para fillimit të fushatës zgjedhore, kryesisht kem pa video që publikohen si Vox Popa, që janë paraqit si video autentike duke imitu prononcimet medjave të ndryshme. Normalisht ato bëhen me qëllimin e caktuar që me ndiku në perceptimin e opinionit publik në kuadër për subjektet politike që garën në zgjedhje. Rreziku gjithmonë ekziston për shkak se ato min me pas ndikim në keq informimin e qytetarëve, po të njëjtën kohë munden edhe me minu besimin e qytetarëve ndaj mediave kredibile. Tu e pasi po përdoren shpesh edhe logot mediave kredibile në Kosovë që mi paraqit video sa më autentike, sa më reale. Publikimi tyre bëhet me atë qëllim, pra, që të ndikohet në rezultatin e zgjedhjeve, po pastaj sa ndikojnë është çështje tjetër që duhet më ish dashur me ekzistu matje pas zgjedhjeve me pa nëse kanë arrit me ndiku në rezultatin e zgjedhjeve apo besimin e qytetarëve ndaj subjekteve të caktuar politike. Po e thash edhe më herët, janë të rrezikshme, mund me minu besimin ndaj medjave, mund me pas qëllim me ndiku procese ndryshme demokratike në vend, jo vetëm zgjedhjet, po na po shohim që gjatë zgjedhjeve po shtohet numri për përmbajtje të tilla që publikohen. Të që i shohim reagimet e tyre me anë të komenteve, me anë të reagimeve ndryshme në rrjetet sociale, kemi po që një pjesë e madhe e numrit qytetarëve veç bie mpre. Për shembull, po të kishin qenë vetëdijshëm mjaftueshëm, ndoshta nuk kish pas nevojë që edhe mi trajtu pe organizatës sonë. Po varësisht pe asaj se sa ka impakt një video një përmbajtje e tillë, na gjithmonë e shohim të arsyeshme që më marr me trajtu. Qytetarët domethënë ende nuk po arrin një pjesë e madhe e qytetarëve nuk po arrin ende me identifiku një përmbajtje autentike pe asaj që është e gjeneruar me deepfake ose inteligjencë artificiale.